Alba Story prezanton. Jam një grua 50 vjeçe dhe jam nga një fshat i thellë i Shqipërisë. E problemin më të madh të fshatit e kemi me rrugën që na duhet ta bëjmë kur ne shkojmë në qytet. Rruga e fshatit ton nuk e ka njohur kur asfaltin. Është një rrugë ngushtë, me kaldrëm të prishur, e me gropat e mbushura me ujë gjatë dimrit, e të mbuluara nga pluhuri gjatë verës. E për ne, qyteti është shumë larg. Në fshatin ton, s'ka pasur asnjëherë urban apo autobus shteti. E vetmja mënyrë për të zbritur në qytet është furgoni i fshatit. Shoferi i këtij furgoni është një burr rreth të 60-tave, e ai e bën këtë punë prej vitesh me një furgon të vjetër, i cili mban ervaji gjithë rrugës. Por ky mjet është e vetmja shpresë për çdo që ka një hall në spital, apo për të bler ushqime, apo për të shitur prodhimet në tregun e qytetit. Unë jam e martuar prej 30 vitesh. E burri im është shumë punëtor. E kalon gjithë ditën jashtë, duke u marrë herë me dru të pyllit, por edhe me një kopsht të madh që kemi. E sa herë që kishim për të bler, ose thas me miell, apo pleh për tokën, apo për të bërë ndonjë vizitë, ne shkonim të dy bashk në qytet. Hipnim tek ai furgoni i fshatit që në orën 6 të mëngjesit. Gjatë atyre rrugëve, shoferi ishte gjithmonë shumë serioz. Ai rrinte para tek timoni, e ndarronte marshin, e bisedonte me burrin tim për gjërat e fshatit. Flisnin shpesh për thatësiren, apo për çmimin e druve, apo edhe për dimrin kur ofronte. Nuk e kthente kokën mbrapa asnjëherë për të më shikuar. E me mua thjesht shkembente ndonjë fjalë të vogël, mirëmëngjes kur hipja dhe rrugë të mbar kur zbrisja. Në atë kohë, për mua ai ishte thjesht njeriu që bënte transportin, e asgjë më shumë. Nuk më kishte shkuar kur ndërmend diçka tjetër, e lëre më ajo që na ndodhi të dyve. Nga një herë, kur ishte ditë pazari, furgoni mbushej plot, e njerëzit rrinin ngjitur me njëri tjetrin. Por në ditë e zakonshme të javës, ndodhte që në furgon të hipnin vetëm një ose dy veta, e shpeshherë udhëtoja fare bosh. Gjithçka ndryshoi tek vjeshta e kaluar, kur burri im kishte shumë punë me mbledhjen e të korrave, por i kishte hyrë edhe pyllit për të bërë dru, e nuk më të linte as malin e as tokën. Por ne kishim disa fatura të prapambetura të dritave që duheshin paguar patjetër në qytet, sepse do vinin e të na ndalonin rrymen. Më tha të shkoja vetëm, e për mua si ishte ndonjë problem i madh. E kisha bërë atë punë disa herë, kisha shkuar në qytet vetëm dhe s'kishte ndodhur asgjë. Dole tek qendra e fshatit, e atë mëngjes ishte pak ftohtë. Kur furgoni erdhi dhe hapi derën, pash që brenda nuk ishte asnjë njeri tjetër. Unë hipa e ula në stolat e mesit, e shoferi vazhdoi rrugën. Rruga kërkonte rreth 1 orë e gjysmë për të mbërritur në qytet. Pasi kaluam kodrën e fundit të fshatit, rruga futej në një zonë të shkret, ku ka vetëm shkurrë dhe rrëpira, nuk ka as shtëpi, as stane e as një kalimtar. S'dua t'ju tregoj më shumë, sepse pastaj do e gjeni edhe fshatin, por është një segment rruge nga 20 minuta i gjatë, ku je plotësisht i shkëputur nga fshati. E pikërisht, në mes të kësaj zone, furgoni filloi të ngadalsoj derisa u ndal plotësisht në anë të rrugës.
Shoferi e fiku furgonin. Unë mendova se mos furgoni kishte ndonjë problem, si që ndodhte shpesh, apo mos i kishte plasur goma. Qëndrova ulur, duke pritur që ai të dilte jashtë për të rregulluar problemin. Por ai nuk doli jashtë. Ai u ngrit nga sedilja e tij, kaloi me stolave, erdhi direkt pranë meje e me puthin e buzë. E unë plotësisht ngriva e u shtanga dhe trupi s'me lëvizte. Nuk i thash asgjë, e as nuk i bërtita. Me dukej sikur po e ndëroja, sepse ai ishte pothuajse 60 vjeç, ishte njeri i fshatit ton, e kishim dhe komshi, e s'kishe ç'të bëja. E ai u tërhoq, u kthye tek vendi i tij, e ndezi furgonin e vazhdoi rrugën drejt qytetit, duke mos më thënë asnjë fjalë më tepër. Në qytet i kreva punët e mia si një robot. Mendja ime ishte bllokuar tek ajo që më kishte ndodhur. Kisha një turp të jashtëzakonshëm, sepse këtej, një grua martuar, nuk guxon as të flas, as i tregoj askujt se çfarë ka ndodhur. Nëse tregoja atë që ka ndodhur, e gjithëve mendja dhe faji do të binte mbi mua. Njerëzit do të thoshin se unë e kisha provokuar, apo se i kisha lënë ndonjë shteg që ai të më puthte, ndërsa burri im do bënte edhe ndonjë gjë më të rëndë. Mund të merrte edhe sëpaten e të shkonte tek shoferi. E kështu, unë s'mund të bëja asgjë. Dhe e mbylla gojen, e nuk i thash askujt, duke mos ditur që kjo gjë do vazhdonte përsëri. Gjatë rrugës së kthimit pas dite, në furgon kishte edhe fshatar të tjerë, kështu që çdo gjë kaloi pa u vënë re. Mendova se ishte një moment i keq i tij, dhe e binda veten se ka gabuar e nuk do ta përsëriste më gabimin. Por pas disa ditësh, mu desh të shkoja sërish në qytet, e edhe kësaj here pa burrin tim, krejtësisht e vetme. Por thoja që do të ketë udhëtar dhe të tjerë, e s'do isha vetëm. E kur dola te stacioni, me shpresën e madhe që të gjeja edhe dikë tjetër, por shpresa ishte e kotë, e furgoni ishte sërish i zbrazët. Po të ktheja, do me pyeste burri përse nuk shkove, e po të hipja, se dija se çfarë do me ndodhte. Hipa me njërën këmbë, e cila po me dridhej nga emocioni, e ula në stolin e fundit fare, sa me larg timonit, e ai filloi udhëtimin e qetë. Por kur mbërritem sërish tek e njëjta zonë e shkretë e rrugës, furgonin ngadalsoi, e ai e ndaloi në vend. E fiku, e unë ngrit nga vendi, erdhi deri në fund të furgonit ku isha unë, e më puthi përsëri në buzë. E unë përsëri nuk reagova. Frika ime, frika e fshatit, frika e familjes, me mbante të lidhur pas stolit. Ai shkoi tek timoni dhe ne vazhduam rrugën. Me vinte inat me veten time që ndihesha kaq e pafuqishme. S'mund të gjeja as guximin t'i thoja mjaft, e as ta puthja dhe unë. E unë doja që ta bëja njërën, ose ta ndaloja këtë gjë, ose ta vazhdoja e ta çoja deri në fund. Me duke sikur isha zënë në një kurth ku nuk kisha asnjë rrugdalje, pasi pa atë furgon, unë s'mund të lëvizja dot për në qytet. E gjërat arriten kulmin ditën e tretë. Javën e ardhshme kisha nevojë të bleja disa gjëra të domosdoshme për shtëpinë. Hipa në furgon, edhe pse kësaj radhe, burri deshi të vinte me mua, i thash të ik në pyll, me mirë kry ndonjë punë tjetër, e mos të humbasim kohën të dy për disa gjëra, do shkoj i thash vetem. Prap isha vetme në furgon si 2 herët e kaluara. Furgoni nisi rrugën, gjatë gjithë kohës, unë rria e t'kurrur, duke pritur momentin kur ai do të ndalte furgonin tek vendi i zakonshëm. Por kur arritem tek zona e shkretë, ai nuk e ndali furgonin në anë të rrugës. Ai e ktheu timonin pa pritur drejt asaj rrugës së vjetër që kishim,
që ishte vetëm një rrugë e hapur për traktora që prisnin ndrume vite më parë. E ajo rrugë ishte plot me gropa të mëdha, por edhe me kaçuba rrugës. Furgoni ule kund fort. E degët e pemëve përplasësin pas xhamave të furgonit. E ai I jepte furgonit pa ndalim. E vazhdoi të ngiste furgonin thellë në atë pyll të dendur për rreth 100 apo 200 metra në thellësi, derisa rruga ndaloi në mes të pyllit, përpara një dere ku të çonte tek disa megja që ishin të mbjellura me misër. Përpara asaj dere të drunjt, pemet na kishin rrethuar plotësisht nga të gjitha anet. E ai aty e fiku furgonin. Unë ngrit nga sedilja ati dhe unë nis drejt meje. E unë isha ulur në mes të furgonit. Në atë moment, çdo gjë brenda meje po më sillej rreth kokës. Situata ishte e tillë që çdo njeri do të mendonte me të keqen, të jeshte vetme me një burr 60 vjeç në mes të pyllit, larg çdo njeriu. E ai erdhi pranë meje, e u përkul e me puthi përsëri në buzë. Por këtë herë diçka të kundryshoi. Isha lodhur më nga këto vepra, por isha lodhur edhe nga turpi që më vinte. Gjithë ajo frikë që kisha ngurmbulluar ato ditë, sikur u treten nga vet ai absurditet I atij shoferi, e unë nuk ndenja më e ngrirë. Në vend që ta shtyja, apo të qëndroja si një cop akulli, sepse nuk kisha më çfarë të bëja tjetër, ose do I jepja ndonjë shuplak, ose do I gjuhesha sipër, e ta puthja edhe unë, ashtu siç më puthte ai. Kështu që e putha edhe unë atë. E filluam që të puthishim të dy, brenda atij furgoni, në mes të atij pylli. Ai deshi që të tërhiqej. E pas asaj puthje, deshi që të shkonte përsëri tek timoni, e unë e kapa për krahu. Ndaloj, thash, tashmë nuk ka kuptim që të ikesh. Dhe e rrethova me duar, e fillova ta puthja godo. Ajo kthye përsëri, e ulem tek ato sediljet e mbrapme. E filluam të putheshim edhe një herë nga fillimi. Në fillim po putheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëni subscribe.